Zotri, përshëndetje. Përshëndetje, Ju jeni? unë jam Bledar Rexha. Përse na ke kontaktuar? Ju kam kontaktuar sepse një zonjë me emrin Arta Hysi është tiktokere këtu në Angli që ndihmon emigrantët me këshilla dhe i kam kërkuar një ndihmë që të më gjente një avokat. Si ndodhi kontakti i parë midis jush, pra midis teje dhe zonjës në fjalë? Unë i shkruajta në TikTok, i thash a mundesh të më ndihmosh me një avokat, si duke parë që këshilla për emigrantët gjatë gjithë kohës, dhe thash do të ketë një kontakt një avokati. Ajo më tha që do të ndihmoj unë. Ajo më tha që kur i çova numrin e WhatsAppit, do më mori në WhatsApp dhe më tha unë kam një njeriu tim në home office dhe do të ndihmoj edhe për çështjen e letrave, pasi i thash hallin tim familjar se për çfarë më donte avokati, dhe më tha do të ndihmoj për letrat dhe duhet një shumë 1000 pound. Unë ja dërgova asaj. Pra bë transfertën e kësaj shume monetare që u kërkoi zonja. Po. Cilat ishin shenjat e para që ju bën që të dyshoni te kjo Unë zonjë? shtënjet e para sepse ajo në mëngjes ja çova 1000 pound, në drekë më kërkoi edhe 300 të tjera. Në mbrëmje më kërkoi edhe 1860. Ja dërgova të gjitha këto lekët. Pas 3 ditësh kishin të më merrshin në telefon sipas asaj. Më morën në telefon dhe më doli një përkthyes, më tha jemi nga emigracioni. Ju marrim, më bëri disa pyetje, je Bledar Rexha, ke këtë datëlindje? I thash po. Tash po kush je ti? Tha unë jam përkthyesi që po ju marr nga emigracioni. I thash përkthyesi duhet prezantohet me një numër referencë, se nuk është hera e parë që unë po flas me emigracionin. Pa një numër referencë, ka emër mbi emër që prezantohet, më tha nuk na lejohet të japim asnjë lloj të dhënie. Pra nuk u prezantua me emër dhe mbi emër? Jo, nuk u prezantu, plus që më mori me numër privat. Çfarë ndodhi më pas kësaj bisede? Pasi fike telefonin, mora artën, i thash ky më duket mashtrim. Kjo nuk pranonte që ishte mashtrim. I thash okay, do të pres. Më tha prit deri të premten. Do të marrim prap në telefon dhe do shkosh t'japësh shenjat e gishtave. Sa kohë kanë kaluar? Ka 2 javë. Unë vendosa ta denoncoj rastin sepse unë mora një avokat për çështjen time që më duhet. Dhe te avokati ku isha, ishte një zonjë me gjithë djalin e vet aty. Atë e kishin mashtru, ajo zonja ishte me kancer, i kishte thënë do të çojë në një klinikë private, do të bëj gjitha gjonat, i kishin mashtru, i kishin marrë disa lekë edhe asaj zonjës. Edhe unë këtë kam vendosur. Po, unë këtë kam vendosur të denoncoj që të paktën të shpëtojnë gjithë shqiptarët që janë këtu, që kanë halle, e gjithë kushit që ka një hall, kërkon ndihmë dhe bie prej e mashtrimeve të kësaj. Se kjo, TikTokun dhe këshillat i përdor vetëm për të mashtruar dhe për të kapur prej në radhës. Faleminderit, Bledar. Faleminderit juve.